Biznesmeni Ergyz Agaçi, arrestuar pas ditën e së mërkurës në Durrës, pritet të dalë përpara gjykatës së seancës së verifikimit për masën e sigurisë. Aktualisht ai ndodhet nën bllokun e sigurisë, ndërsa në orët e para të mëngjesit është vizituar nga avokati i tij, Maksim Haxhia. Pas takimit, Haxhia tha se mbrojtja po përgatitet për seancë gjyqësore dhe kundërshtoi akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme ndaj klientit të tij. Sipas avokatit, Agaçi pretendon se nuk ka asnjë përgjegjësi juridike lidhur me financat publike, pasi nuk ka mbajtur poste në institucione që administrojnë fonde shtetërore. Haxhia theksoi gjithashtu se biznesmeni nuk ka marrë pjesë në procedurat e ndërrimi. Mbrojtja kërkon ndërkohë akses në materialet e dosjes hetimore me argumentin se pa hunjohur me provat dhe akuzat konkrete nuk mund të përgatitet një mbrojtje efektive përpara gjykatës. Gjatë mbrëmjes së të mërkurës, në kuadër të kontrolleve të zhvilluara nga policia, është sekuestruar dhe një automjet tip Range Rover në pronësi të Agaçit. Biznesmeni u arrestua në zonën e plepave në Durrës, teksa po lëvizte me një automjet i cili drejtohej nga ish polici Ulian Shpataraku. Edhe ky i fundit është arrestuar dhe akuzohet për përkraje të autorit të krimit. Sipas Pakut, Ergyz Agaçi dyshohet se qëndronte në krye të një grupi kriminal që ndërhynte në procedurat e prokurimit publik duke përcaktuar tenderat në agjencinë kombëtare të shoqërisë së informacionit të Akshi. Në kuadër të njëjtit hetim në Francë është arrestuar biznesmeni Ermal Beqira, i cili dyshohet nga organi i akuzës si një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Agaçit. Hetimet përfshin edhe ish drejtorin e Akshit Mirlinda Karçanaj, si dhe ish zëvendës drejtoreshën Havad Elibashi. Ata dyshohen për pjesëmarrje në grupin që sipas Pak përcaktonte procedurat e tenderimit dhe cënonte parimin e barazisë mes pjesëmarrësve. Ndërkohë, vendimi i gjykatës për masën e sigurisë ndaj Agaçit pritet të përcaktojë edhe vijimin e procedurave ndaj tij në kuadër të hetimeve të Spakut.